Ti po kërkon, unë e sulmoj atë, unë po kërkoj vëmendjen ati. Unë se sulmoj atë pse ti si bën qendrimin kundër atij. Po pra, po, njësoj. Ata kam thënë që mas Pandorës, o Selin, Edhe çka kam thënë? Kokës. Ç'të kam thënë? Kokës. Mbajtë qendrim. Si? Thjesht mbajtë qendrim, distancë. Po, kam mbajtë qendrim. Unë kokës do t'i bija atij kur ai të ketë një temë tjetër përposh Selinit. Për sa kohë ai mua vazhdon të më bën tim biseda, mua nuk më leverdis me atë, nuk më intereson. Për sa kohë unë atij më dalin rryrat e fytyrës dhe i kërkoj një përgjigje, ai nuk ka për me kthy mu përgjigje, tregojnë që ai është gabim kokë kom. Ishte marrëdhënia Miri Selin më do. Ishte marrëdhënia Miri Selin, jemi dy njerëz, ja pas kemi bëj loj bashkë. Ja pas kemi ardhur deri këtu bashkë, ja pas ke vlerësuar në time njerëzore. Meqense pas ke vlerësuar në time njerëzore ti. Si mund të arrish të anën time njerëzore, ta udhësh poshtë me i klip që ke pa babin tim, të flasi për ty dhe ty nuk t'jam dhimbë sfare ose njëri s'ke dashur Unë e kam pyet një herë përpara ditës së sotme dhe më ka thënë mos qërimin e kam dhënë. Sepse këtu nuk do kishte fare mirë. Mateo, pse se ke dëgjuar ti, nuk do të thosh unë se kam pyet. Përgjigja e Mirit ka qenë. Përgjigja e Mirit ka qenë. Unë përgjigjen ja kam dhënë atyre që kanë qenë për të dëgjuar. E pyeta prapë sot dhe përpos faktit që bisedën tonë e mbylli në atë moment që unë e pyeta për Pandorën, tha, unë kam mbajtur një ligjërat shumë të gjatë, përgjigjen time e din ato dhe i thash ma e përgjigjen mua që jam këtu brenda kësaj shtëpie dhe tha nuk më intereson, unë kështu, unë ashtu të ekipi.